Mos ki frik. Zoti është me ty. Mos ki frik, edhe kur gjithçka rreth teje duket se po shembet. Mos ki frik, edhe kur rruga përpara është e errët dhe pa shpresë, sepse ka një zë më të fuqishëm se frika jote, një forcë më të madhe se çdo pengesë, një premtim i përjetshëm që thotë: Unë jam me ty, dhe kur Zoti është me ty, asgjë nuk është kundër teje. Rruga e besimit ishte një natë e ftohtë, era frynte fort, dhe qielli dukej sikur do të çahej në dysh. Një djalë i ri ecte vetëm në një rrugë të gjatë, pa drita, pa njerëz, pa shpresë. Në xhepin e tij kishte vetëm pak para, dhe në zemër kishte një barë shumë më të rëndë se varfëria, frikën. Ai kishte humbur gjithçka: punën, miq, besimin tek vetja, dhe tani edhe besimi tek jeta po i shuhej dal ngadal. Ai u ndal, shikoi qiellin dhe tha me një zë të dridhur: Pse po më ndodh kjo mua? Heshtje. Vetëm era që përgjigjej, sikur po qeshte me dhimbjen e tij. Ai u ul në gjunjë. Lotët filluan t'i rridhnin pa ndalur, dhe në atë moment të dobësisë, ndodhi diçka që ai nuk e priste. Një mendim i qetë, por i fuqishëm, i erdhi në zemër. Mos ki frikë, sepse unë jam me ty. Ai ngriti kokën. Nuk pa asgjë, por ndjeu diçka, një qetësi që nuk kishte ndjer kurrë më parë. Vargu i parë, mesazh fuqie. Mos u tremb, sepse unë jam me ty. Mos u shqetëso, sepse unë jam Perëndia yt. Unë do të të forcoj, po, do të të ndihmoj. Këto fjalë nuk ishin thjesht fjalë, ishin një premtim. Stoicizmi forca e brendshme. Filozofët stoik kanë thënë gjithmonë diçka të thellë. Nuk janë ngjarjet që na thyen, por mënyra si i perceptojmë ato. Djali filloi të kuptonte diçka. Ndoshta jeta nuk ishte kundër tij. Ndoshta kjo ishte një provë për ta bërë më të fortë, për ta bërë më të mençur, për ta bërë më të afërt me Zotin. Ai u ngrit në këmbë, fshiu lotët, dhe për herë të parë, pas shumë kohësh, bëri një hap përpara pa frikë. Historia e ndryshoi gjithçka. Në një fshat të vogël jetonte një burr që kishte humbur gjithçka në një zjarr. Shtëpia, pasuria, kujtimet, gjithçka ishte bërë hi. Njerëzit e panë dhe menduan: ai është i shkatëruar. Por ai vetëm buzëqeshi dhe tha: zjarri mori atë që ishte e përkohshme, por jo atë që është e përjetshme. Ata nuk e kuptuan, derisa ai ndërtoi gjithçka nga e para. Jo vetëm një shtëpi, por një jetë më të fortë se më parë. Frika është një iluzion që të mban të lidhur. Besimi është qelësi që të çliron. Kur ti thua: nuk mundem, Zoti thot: unë mundem për ty. Kur ti thua: jam vetëm, ai thot: unë jam me ty. Betejë e brendshme. Djali tani po përballej me mendimet e tij. Po sikur të dështoj, po sikur të mos ja dal, po sikur gjithçka të shkoj keq, por një zë tjetër filloi të bëhej më i fortë. Po sikur të fitosh, po sikur kjo të jetë fillimi i madh, po sikur Zoti po të përgatit për diçka më të madhe. Ai e kuptoi. Betejë nuk ishte jashtë, ishte brenda tij. Drita errësirë. Errësira nuk zhduket duke e luftuar, zhduket duke ndezur dritën. Dhe ajo dritë është besimi. Besimi që edhe kur nuk sheh rrugën, Zoti e di ku po të çon. Shprehje. Ai që ka frikë nga e ardhmja, vuan 2 herë. Forca nuk vjen nga rehati, por nga sfida. Qetësia është arma më e fortë. Momenti i ndërim. Djali ndaloi përsëri, por këtë herë nuk ishte i friksuar. Ai mbylli sytë dhe tha: Zot, nuk e kuptoj planin tënd, por të besoj. Dhe në atë moment, zemra e tij u mbush me paqe. Jo sepse problemet u zhdukën, por sepse ai nuk ishte më vetëm. Rruga përpara ishte ende e gjatë. Sfida të reja do të vinin. Stuhit nuk kishin mbaruar, por një gjë kishte ndryshuar përgjithmonë. Ai nuk kishte më frikë, sepse tani e dinte, edhe në errësirën më të thellë, Zoti është me të. Kërë besimi i vjetë e provë, fillimi i errësirës së re. Rruga vazhdonte, por kësaj here nuk ishte më vetëm një ecje fizike. Ishte një udhëtim i shpirtit. Djali kishte gjetur paqe për një moment, por jeta nuk ndalet për askënd. Dhe shumë shpejt, prova e vërtet erdhi. Ai arriti në një qytet të vogël, i lodhur, i uritur dhe pa vend ku të shkonte.
Troket në disa dyer, por askush nuk i hap. Një burrë e shikon nga dritarja dhe e mbyll perden. Një grua tun kokën dhe largohet. Një tjetër thot, nuk kemi vend për ty. Refuzim, heshtje, ftohtësi. Dhe për një moment, zemra e tij u drodh përsëri. Vargu e ngriti. Në atë çast, ai kujtoi fjalët. Lum ai që qëndroni fort në provë, sepse pasi të kaloj, do të marr kurorën e jetës. Ai mori frym thellë dhe vendosi të mos dorëzohej. Muri i padukshëm. Ka momente në jetë kur ndihesh sikur po përplasesh me një mur. Jo një mur që mund ta shohësh, por një mur që ndjen. Mundësi që nuk hapen. Njerëz që nuk të besojnë. Dyer që mbeten të mbyllura. Djali po përballej pikërisht me këtë mur. Ai mendoi, po sikur kjo është fundi im, por pastaj një tjetër mendim, po sikur kjo është fillimi i vërtet. Historia e burrit u dorëzua. Një herë ishte një burr që humbi gjithçka dhe u hodh në rrugë. Ai kërkoi ndihmë, por askush nuk i dha. Një natë, duke fjetur në tokë të ftohtë, ai pa një ëndër. Në ëndër, një zë i tha, ti nuk je këtu për të kërkuar mëshirë, por për të ndërtuar madhështi. Kur u zgjua, asgjë nuk kishte ndryshuar, por ai kishte ndryshuar gjithçka brenda vetes. Vite më vonë, ai u bë një nga njerëzit më të respektuar në vendin e tij. Jo sepse kishte fat, por sepse nuk u dorëzua. Stoicizmi Stoikët besonin në një të vërtet të fuqishme. Kontrollo atë që mundesh dhe prano atë që nuk mundesh. Djali filloi të kuptoi. Ai nuk mund të kontrollonte refuzimin e njerëzve, por mund të kontrollonte reagimin e tij. Ai nuk mund të ndryshonte të kaluarën, por mund të ndërtonte të ardhmen. Pastron. Filloi të bjerë shi. Rrobat e tij u lagën. Trupi i tij u drodh nga të ftohtit, por ai nuk u ndal, sepse këtë herë shiu nuk ishte armik. Ishte një pastrim, një simbol që gjithçka e vjetër po largohej. Zëri i dyshimit, por edhe më i fortë se shiu, ishte zëri në mendjen e tij. Nuk ja vlen. Kthehu mbrapa. Nuk je mjaftueshëm i fortë. Ky është armiku më i madh. Jo njerëzit, jo varfëria, jo sfidat, por dyshimi. Betejë e vërtetë. Djali ndaloi nën shi, shtrëngoi grushtat dhe për herë të parë foli me zë të lartë. Unë nuk do dorëzohem. Unë nuk jam këtu për të dështuar. Zoti është me mua. Dhe në atë moment ndodhi diçka e pazakontë. Jo në botën jashtë, por brenda tij. Frika filloi të zhdukej. Zëri i dyshimit u dobësua dhe një forcë e re lindi. Drita. Në fund të rrugës, ai pa një dritë të vogël, një shtëpi e thjeshtë, jo e madhe, jo luksoze, por drita ishte ndezur. Ai shkoi dhe trokiti. Këtë herë dera u hap. Një plak e pa në sy dhe tha: "Hyr brenda." Pa pyetje, pa gjykim, vetëm mirësi, mësimit i madh. Plaku i dha ushqim, i dha rroba të thata, dhe më e rëndësishmja, i dha një mesazh. Bota do të mbyll shumë dyer, por gjithmonë do të ketë një që hapet nga Zoti. Djali e kuptoi. Nuk kishte qenë kur vetëm. Vargu i dritë. Kërkoni dhe do të gjeni. Trokitni dhe do t'ju hapet. Jo çdo derë, por dera e duhur. Reflektim. Pengesa është rruga. Ajo që dukej si refuzim ishte drejtim. Ajo që dukej si humbje ishte mësim. Djali ushtri për të fjetur, për herë të parë pa frikë. Jo sepse jeta ishte bërë e lehtë, por sepse ai ishte bërë më i fortë. Ai e dinte tani, çdo provë ka një arsye, çdo dhimbje ka një mësim, dhe çdo natë e errët përfundon me dritë. Dhe mbi të gjitha, kur Zoti është me ty, asnjë derë e mbyllur nuk është fundi yt. Arsyeja pas së dhimbjes, agimi i një jete të re. Mëngjesi erdhi i qetë. Drita e diellit hyri ngadalë nga dritarja e vogël e shtëpisë së plakut. Djali hapi syt dhe për një moment nuk e njohu veten. Jo nga jashtë, por nga brenda. Ai nuk ishte më ai djaloshi i friksuar që ecte në errësirë. Diçka kishte ndryshuar thellë në shpirtin e tij. Ai u ngrit, mori frym thellë, dhe për herë të parë nuk ndjeu frikë për të ardhmen. Biseda ndryshoi gjithçka. Plaku po rinte pranë një zjarri të vogël. Ai e pa dhe buzëqeshi lehtë. E di pse kalove gjithë ato sprova,
E pyeti. Djali uli kokën. Nuk e di, por ishte shumë e vështirë. Plaku u afrua dhe i tha, sepse ti nuk ishe krijuar për një jetë të zakonshme. Vargu i zgjimit. Sepse unë i njoh planet që kam për ty, plane paqeje, dhe jo fatkeqësie, për të dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Djali ngriti syt. Për herë të parë, filloi ta kuptoi. Ndoshta gjithçka që kishte ndodhur, nuk ishte për ta thyer, por për ta ndërtuar. E vërteta stoike. Stoikët thonë, zjarri provon arin, dhe vështirësia provon njeriun. Nëse jeta do të kishte qenë e lehtë, ai nuk do të bëhej kurrë i fortë. Nëse nuk do të kishte humbur gjithçka, ai nuk do të kuptonte vlerën e vërtetë të jetës. Zbulimi i madh. Plaku i dha një letër të vjetër. Lexoje, tha. Djali e hapi dhe filloi të dridhej. Ishte një mesazh që dukej sikur ishte shkruar për të. Kur të ndihesh i humbur, mos haro. Kjo është vetëm një kthes, jo fundi i rrugës. Unë jam duke të përgatitur për diçka më të madhe se ajo që mund të imagjinosh. Ai ngriti syt me lot. Po kush e shkroi këtë? Plaku buzëqeshi. Jeta. Pranimi i misionit. Në atë moment, gjithçka u bë e qartë. Ai nuk ishte viktim. Ai ishte një luftëtar. Nuk ishte i humbur. Ishte në proces. Nuk ishte i dobët. Ishte në ndërtim. Zëri i re brenda te. Zëri që dikur e friksonte, tani ishte zhdukur. Në vend të tij, një zë i ri. Ti mundesh. Ti je më i fortë se mendon. Zoti është me ty. Rruga e re. Djali vendosi të largohej nga ajo shtëpi, por këtë herë, jo si një njeri i humbur, si një njeri me qëllim. Ai nuk kishte ende pasuri, nuk kishte ende sukses, por kishte diçka shumë më të madhe. Besim, forcë, qartësi, dhimbja e fuqi. Ai filloi të ndihmonte të tjerët, njerëz që ishin si ai dikur, të humbur, të friksuar, pa shpresë. Ai u tregonte historinë e tij, dhe çdo herë që thoshte, mos ki frikë, Zoti është me ty, njerëzit ndjenin diçka të ndryshonte brenda tyre. Vargu i fundit. Zoti është drita ime dhe shpëtimi im. Nga kush do të kem frikë? Kjo nuk ishte më thjesht një fjali, ishte mënyra si ai jetonte. Urtësi stoike finale. Ai që ka kaluar në përstuhi, nuk ka më frikë nga shiu. Forca e vërtet është të vazhdosh, edhe kur është e vështirë. Fati nuk është ajo që të ndodh, por ajo që bëhesh përmes saj. Vite më vonë, ai djalë nuk ishte më i panjohur. Ai ishte një njeri që frymëzonte mira, jo sepse kishte pasuri të madhe, por sepse kishte kaluar në errësirë dhe kishte gjetur dritën. Dhe sa herë dikush i thoshte, kam frikë, ai buzëqeshte dhe përgjigjej. Mesazhi i final. Mos ki frikë, sepse edhe kur nuk e sheh rrugën, Zoti është duke ndërtuar për ty.